Pas fundjavës së kaluar, e cila ishte ters për disa prej klubeve sportive të Ulqinit, këtë fundjavë sfida të reja. Në kuadër të xhiros së parafundit të ligës së parë të basketbollit Malazias, basketbollistët e Ulqinit do luajnë derbin e Kojshive, ku do t'jenë Niko Qirë të Mornarit të Tivarit. Ekip ky që renditet në pozitën e 5 dhe lufton ende për Superligë, në të cilën basketbollistët e Ulqinit nuk do të marrin pjesë. Nga 16 ndeshjet, sa janë luajtur deri më tani, ekipi i Ulqinit numëron 7 fitore dhe 9 humbje me gjithsejt 23 pikë. Merit e këtij rezultati renditet i 7-i në tabelë. Ndeshja ndërmjet Ulqinit dhe Monarit do të luhet të shtunën në palestrën e shkollës së mesme dhe fillon në orën 18, ku nga klubi ftojnë sportdarësit për përkrahje. Rezultati i ndeshjes me Monarin, në rastin më të mirë, fitore Ulqinit dhe humbje e Edinstos, do përmirësonte vetëm pozitën në tabelë, edhe pse tashmë pa ndonjë efekt tjetër të rëndësishëm. Fundjavën e kaluar, psoi edhe klubi i handbollit Ulqinit, të cilët ishin mysafir në Nikšić. Në kuadër të xhiros së 9, handbollistët e Ulqinit u takuan me Sutjeskën dhe humbën me rezultatin 30-23, derisa këtë fundjavë do të luajnë para publikut të vet. Në kuadër të xhiros së 10 të ligës së parë të handbollit, ekipi i Ulqinit do mas forcat me Bokën, ekip ky i cili renditet një pozitë më lart se Ulqini, por ka një ndeshje më shumë të luajtur. Marrë parasysh deklaratat e dhëna, klubi po kalon vështirësi të mëdha financiare dhe po vihet në pikpyetje vazhdimi i garës. Nga rezultati i deritashëm, nga 7 ndeshje, Ulqini ka 4 fitore. Edhe futbollistët psuan fundjavën e kaluar dhe si për ironi të fatit ishte i njëjti kundërshtar që ju shkaktoi humbje edhe në sezonin e vjeshtës. Të dielën ekipi i Federalit u takua me Hajdukun e Tivarit. 5 lëkundjet e rrjetave dhanë rezultatin 3-2 për mysafirët, të cilët i shkaktuan humbjen e parë të sezonit pranveror futbollistëve të Ulqinit. Edhe përkundër humbjes, klubi i futbollit federal bindshëm qëndron në vendin e parë në ligën e Regionit Jugor. Në xhiron e radhës e cila luhet këtë fundjavë, futbollistët e Ulqinit do të luajnë si mysafir të Slogës së Tivarit. Ndeshja do të luhet në Tivar të shtunën ora 11 dhe ftojnë tifozët që t'i përkrahin. Po ashtu, në klub si pasojë e financave vën në pikpyetje vazhdimin e garës edhe pse suksesi nuk po mungon. Suksesi javën që lan pas shënuan karateistët. Në Podgoricë u mbajt kampionati karates së Malit të Zi për senjor, kampionat në të cilin klubi karates Ulqini u rendit në vend të tretë në renditjen e përgjithshme. Ekipi i vajzave u shpall nën kampion i Malit të Zi në kata dhe luftra duke ruajtur kështu sukseset e deritashme. Kujtojmë vitin e kaluar ato ishin të argjente në kampionatin e Malit të Zi dhe të artë në kampionatin barakombëtar. Ekipet të cilët u shpallën në kampionatin e Malit të Zi janë në përbërje ekipi i luftrave Seida Suma, Antije Ibroçi, Antigona Rama dhe Venesa Nuhi, dhe ekipi i katave Seida Suma, Antigona Rama dhe Venesa Nuhi. Të gjitha garuesit u kurorëzuan me medalje të argjenta në të dy ekipet. Në luftrat individuale nën kampion të Malit të Zi u shpallën Seida Suma mbi 68 kg, Antije Ibroçi nën 68, kurse me medalje të bronzë u kurorëzua Venesa Nuhi nën 50 kg dhe Antigona Rama mbi 68 kg. Kjo është një arritje e klubit tonë dhe nuk është e lehtë që t'jesh në mesin e 3 më të mirëve në konkurrencën e seniorëve. Klubet tjera u renditen më poshtë, ishin dukshëm më të dobët se ne, kishin 10 pikë derisa ato kishin 4 pikë më pak, shprehet i kënaqur trajneri Naim Doraku, i cili edhe udhëhoqi këtë garë. Nga klubi falenderojnë po ashtu sponsorët që i përkrahen dhe mundësuan pjesëmarrjen në gara.